Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Motra të dashura, po vazhdojmë me ligjëratën e radhës në Sira. Pasi që shpjeguam 5 ligjërata për betejën e Uhudit, sot do të vazhdojmë me disa ngjarje që ndodhen pas luftës së Uhudit, e që janë ngjarje shumë të dhimbshme në jetën e pejgamberit alayhis salam dhe besimtarëve, për shkak të disa tradhtive që u bëjnë muslimanëve fiset përreth, pra fiset beduine përreth Medinës, dhe për shkak të humbjes së një numri të besimtarëve që ishin hafëz të Kuranit, të cilët ishin më të ngritur në dije. Prandaj edhe ligjërata e sonte quhet sulmet e beduenëve ndaj muslimanëve pas Uhudit. Pra, e dini, beduen janë ata domethënë që jetojnë në shkretir, pra në vende më rurale, jo në qendra, si në Mekë, si në Medinë. Në domethënë përgjithësi beduinët jetonin prej plashkitjeve që i bënin, domethënë përreth prej domethënë gjërave jo shumë të ndershme. Prandaj edhe ata e konsideruan një farë mënyre, domethënë Uhudin si një farë pamundësie për ta që të vinin karavanët edhe pastaj t'i sulmonin ata, sepse e them që kalonin në ato anë, domethënë ka Medina. Kështu që kishin një armiqësi ndaj muslimanëve dhe ndaj pejgamberit alayhis salam. Gjithashtu armiqësia e tyre ishte edhe fetare, sepse të gjithë ishin idhujtar, dhe domethënë në përgjithësi ishte një farë atmosfere armiqësore mes këtyre fiseve që ishin përreth Medinës dhe pejgamberit alayhis salam me muslimanët. Dy historitë kryesore që do të diskutojmë sot janë incidenti i El Rajji, që është quajtur, dhe incidenti Bir Maune, që do t'i shpjegojmë tani pse edhe domethënë quhen kështu. Këta faktikisht janë emrat e dy puseve apo dy bunareve, rreth të cilave ka ndodhur edhe masakre. Çdo gjë ka filluar me domethënë në rastin kur një prej fiseve beduine, fisi Hudhaile, që në krye të cilit ishte Khalid ibn Sufjan el Hudhaili, planifikoi një sulm të ashpër kundër muslimanëve. Domethënë ky prisi i këtij fisi po thirrte njerëz që të bëhej domethënë sa më e fortë ushtria e tij në mënyrë që t'i sulmonte dhe t'i asgjësonte muslimanët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domethënë e ndërmerr një punë, një shkak për ta ndaluar këtë njeri, i cili njihet si një njeri shumë i egër, dhe ja jep detyrën domethënë njërit prej sahabëve, Abdullah ibn Unaisit, që të shkojë dhe ta kryej këtë punë si domethënë si me thënë ai misioni i një njeriu. Domethënë ndoshta keni dëgju në anglisht që thuhet one man mission, domethënë këtë misionin e ka vetëm një person. Dhe kështu e zgjodhi Abdullah ibn Unaisi, domethënë që mos bëhet e madhe, që mos shihen njerëzit duke shkuar, që mos shihet ushtri duke shkuar, por ja dha si detyrë Abdullahit që të shkojë dhe ta vret këtë prisin e këtij fisi, i cili ishte domethënë njeri i cili njihej si
i pamshirshëm dhe që ishte domethënë gjendje të vjedhë të sulmoj gjithë muslimanët. Dhe kur Abdullah ibn Unesi tha si domethënë do ta di unë kush është ai, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot atë e gjen në luginën e Aranës. Arana ashtu quhet domethënë ajo lugin. Dhe supozojmë se pejgamberi alayhis salam i ka domethënë e ka inspiruar, i ka treguar Allahu subhanahu wa taala se ku gjendet ai. Dhe i thot se kur e pyet ai se si duket ai, i thot pejgamberi alayhis salam kur ta shohësh ki mu t'meru prej pamjes së tij. Do të thënë pamje ka aq pamje të tmerrshme sa që vetëm nga shikimi i tij do të tmerrohesh. Edhe pse pejgamberi alayhis salam nuk e kishte parë domethënë kurrë këtë njeri, mirë po supozohet se domethënë e ka njoftuar Allahu për pamjen e tij. Dhe kur Abdullah ibn Unesi shkon atje, në një transmetim thot me të vërtetë thot ishte ashtu si ka thënë pejgamberi alayhis salam, momentin që e kam pa atë njeri jam tmerru nga pamja e tij, domethënë duke si një shejtan. Keni parasysh domethënë si mund të duket një njeri i shkretirës për shembull që nuk pastrohet, nuk kujdeset për domethënë higjienën e tij, nuk kujdeset për pamjen e tij, me sigurisht domethënë se duket i tmerrshëm dhe kështu e përshkruan edhe Abdullah ibn Unesi. Dhe në këtë rast Abdullah ibn Unesi e bën një gjë interesante, pra një gjë që për herë të parë bëhet në historinë e muslimanëve, duke shkuar i kujtohet që e ka namazin pa e falë dhe gati po kalon koha për ta falur namazin. Dhe duke mendu se mund të vdes edhe domethënë çdo gjë është e mundur, vendos bën një ijtihad. Pra kemi përmendur disa herë, domethënë ijtihad është përpjekja që e bëjnë që e kanë bërë sahabët fillimisht, pastaj dietarët që e bëjnë dietarët domethënë të fikut për të gjetur një zgjedhje duke e krahasu me diçka tjetër. Dhe Abdullah ibn Unesi në këtë rast e fal namazin duke ecur, domethënë ishte mbi kalin e tij dhe nuk i bën lëvizjet e namazit që mos ta vrejë armiku që është duke u falur, por vetëm me gjeste, domethënë vetëm me faktikisht me isharete, me shenja e bën namazin, domethënë sikur e paramendon veten që po shkon ruku dhe në sejdë dhe e bën kështu. Dhe pastaj i tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam domethënë për këtë gjë. E kjo pastaj do të hyjë në praktikë si një prej namazeve që janë namazi me rastin e frikës. Pra janë disa lloje të namazit me rastin e frikës. Do t'i përmendim edhe disa si janë në betejë si bëhet ky namaz, po një prej tyre është edhe ky, domethënë kur e ke përballë një armik dhe anën tjetër nuk dëshiron me humb namazin dhe domethënë e bën vetëm me paramendim namazin duke mos i bërë ato rukut dhe sejdë. Dhe kur afrohet te ky, fillon me pyetet, kom dëgju që ti po mbledh njerëz për ushtri, fillon me fol me të dhe e nxjerr domethënë thikën e gjen një moment kur e nxjerr thikën e tij dhe e vret. Pra e kryen misionin e tij me sukses dhe heq qafe këtë njeri domethënë me tendenca të këqija për muslimanët dhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur kthehet te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai domethënë e përgëzon për këtë gjë që e ka arritur, që domethënë e ka plotsu dhe ja jep një shkop dhe i thotë kjo do të jetë shenja ime midis meje dhe teje në ditën e gjykimit. Domethënë një farë garancioni ja jep pejgamberi alayhis salam se ti do t'jesh prej atyre që do t'jesh me mu
me ditën e gjykimit dhe dihet se kush përfundon me pejgamberin alayhis salam se çfarë përfundimi ka. Dhe Abdullah ibn Unesi nuk e la më kur shkopin nga sytë e tij. Edhe kur vdiq, kërkoi prej njerëzve që ta varrosin në varrin e tij së bashku me shkop. Ky incident lidhet pastaj me incidentin tjetër që do të ndodhë, domethënë dhe humbjen e madhe që do të ndodhë. Fillimisht mësimet çka i kemi nga kjo ngjarje, përsëri po e shohim mrekullinë e pejgamberit alayhis salam, ai e dinte vendodhin e saktë, i dinte detajet fizike të këtij prisit Halid ibn Sufjanit, edhe pse nuk e kishte parë kurrë apo nuk e kishte takuar kurrë. Tjetër, pejgamberi alayhis salam e zgjodhi personin e duhur në këtë punë. Pra kjo është aftësia e një lideri që m'ia besu një punë një personi që e din që ky do ta kryej punën deri në fund. Dhe mësimi tjetër ishte pikërisht lidhje me këtë namazin që ju tham, domethënë nga kjo kuptojmë se sahabët kanë bërë ijtihad rreth fikut edhe sa ka qenë gjallë pejgamberi alayhis salam. Domethënë kjo është një argument i qartë për lejueshmërinë ligjore të bërjes ijtihad. Edhe kur pejgamberi alayhis salam ishte gjallë, bëhej ijtihadi. Domethënë përpjekja për të nxjerrur rregulla të fikut. Dhe ka shumë raste, domethënë që ka ndodhur që takohem me to gjatë sirës, gjatë shpjegimit të sirës. Dhe ndonjëherë pejgamberi alayhis salam e miratonte këtë ijtihadin, domethënë që bëhej si në rastin e këtij sahabi, dhe ndonjëherë e përmirësonte. Për shembull, është një hadith ku thuhet se Amar ibn Yasir i ka ndodhur domethënë që është bërë gjunop në shkretir dhe nuk kishte ujë. Dhe këtij kujtohet çështja domethënë që kur nuk ka ujë duhet të merret tejemum. Dhe thot përderisa tejemumi mirret në pjesët ku janë ku mirret abdesi, atëherë me siguri gusulli, me si gusulli është me la tër trupin, duhet me bë tër trupin me dhej. Dhe fillon të shtrihet, domethënë nëpër tokë për ta bërë tër trupin me dhej. Dhe pejgamberi alayhis salam kur i tregon për këtë gjë, domethënë qeshi dhe i thot, kjo nuk duhet të bëhet kështu, domethënë bëhet vetëm sikur për në mungesë të abdesit, domethënë ato pjesë të trupit që bëhen durt, fytyra, ashtu bëhet edhe kur je gjunop, domethënë kur duhet të marrësh gusull dhe s'ke ujë për të marrë gusull, njësoj është rregulla. Pra, domethënë është lejueshmëria ligjore për të nxjerrë përfundime nga Kurani dhe Suneti, për t'ia përshtatur situatave për të cilat Kurani dhe Suneti, domethënë nuk e kanë cekur në mënyrë domethënë të detajuar. Dhe kështu që për këtë arsye kjo na tregon se sipas fesë tonë, domethënë është ijtihadi është diçka që lejohet të zbatohet dhe është zbatuar gjatë kohërave të ndryshme për gjatë historisë, duke filluar prej kohës së sahabëve. Këto ishin pra mësimet nga ekspedita e Abdullah ibn Unesit. Ndërsa tani, domethënë do të flasim për incidentin El-Raji. Çfarë ndodhi pas kësaj? Fisi Hudhejl e përdorën një taktik shumë të ligjë për t'u hakmarrë. Ata domethënë bën marrëveshje me dy fise tjera, fisin Adal dhe El-Qarrah, dhe atyre ju paguan, domethënë ju paguan me pasurinë e tyre që ta ngrisin një kurth shumë të poshtër, domethënë kundër muslimanëve. Ishte një komplot i thjeshtë. Ju shkoni atje te Muhamedi në Medinë, bëhuni sikur po e pranoni Islamin dhe luteni profetin që t'ju dërgoj mësues për t'ju mësuar fenë.
ata e dinin shumë mirë që sahabët donin të shkonin dhe të mësonin fenë. Dhe se pejgamberi alayhis salam do të dërgonte njerëzve të padijshëm mësues, domethënë që t'ia mësoj atyre fenë. Kështu që këto dy fise Adal dhe Elkara e bën këtë, domethënë sepse u paguan prej fisit Hudhejle dhe shkon te pejgamberi alayhis salam, gjëja se po pranon Islamin dhe insistonin që domethënë të merrnin sa më shumë mësues që domethënë t'i mësojnë ata popullin e tyre. Dhe pejgamberi alayhis salam pranon për këtë gjë dhe dërgon 10 sahab në krye me sahabiun Asim ibn Thabit. Dhe këta ishin domethënë të gjithë sahabë të cilët ishin të ditur, të cilët ishin domethënë e dinin Kur'anin përmendësh dhe i dinin rregullat e fesë. Dhe shkuan këta arritën deri te Fusi El Rajai dhe aty i zun në prit të organizuar, domethënë 200 persona, 200 luftëtarë. Dhe mund me mendu domethënë kur rrethohesh prej 200 vetëve dhe këta ishin vetëm 10 vetë, do të luftojnë, po sa do të mund të shkonte domethënë kjo kur ishin të rrethuar në këtë mënyrë. Ndërsa sa i përket prisit Asimit, Asimi ibn Thabit, ky ishte dy fish i kërcënuar sepse një grua, Sulafa binti Zed, ishte betuar se do t'ja jep 100 deve atij personi i cili ja sjell Asimi ibn Thabit, sepse gjëja se ky në luftën e Uhudit e paska vrarë domethënë burrin e kësaj. Dhe ajo trumpetonte me të madhe se unë s'kam me vdek pa pi verë nga kafka e Asim ibn Thabit. Kam e marrë, domethënë kam e masakru atë edhe kafkën kam ja marrë dhe kam e pi verë nga kafka e tij. Dhe Asim ibn Thabit e dinte këtë gjë dhe e bëri një dua, domethënë i bëri dua Allahu subhanahu wa taala, duke thënë se nuk do të dorëzohem kurrë, sepse e di që ata i bëjnë trupit tim, sepse këta tërkohën thënë atyre dorëzoheni, domethënë që ti marrin e ti vrasin më lehtë. Dhe lutej Asim ibn Thabit, o Allah, njoftoje pejgamberin tënd për ne se ishim të sinqert dhe se nuk vdishim si frikasa. Dhe thoshte, o Allah, ashtu si që mbrojta fenë tënde ditën kur isha gjallë, tani mbroje trupin tim natën kur të vdes. Do të thënë mbroje kafkën time që të mos përdoret si godë vere për zonjën. Dhe ai luftoi me harqet dhe shigjetat e tij derisa i mbaruan. Mandej luftoi me shtizën e tij derisa ju thy. Dhe luftoi me shpatën e tij derisa domethënë ju mbeti, domethënë që nuk mbeti e pa mbreht, si me thënë ju zbut nuk vriste, nuk mund ta vriste askën me atë shpatë. Pra luftoi një betejë tepër të guzimshme. Por përfundimisht çfarë ndodhi domethënë kur i rrethuar ashtu, ai vdiq. Dhe kur ra shahid domethënë Asimi, të gjithë armiqt nxitun me marr trupin e tij, pse? Sepse dëshironin me marrë shpërblimin prej 100 deveve që e kishte ofruar ajo gruaja. Por domethënë kur u afruan për një herë, me thënë nga nga skundi, erdhën domethënë nuk e kishin të qartë edhe ata se ka erdhën këto insekte. Pra ishin insekte thumbuse, grejza që i themi ne, të cilat fillun mi sulmu njerëzit. Pra Allahu deshti me bë këtë keramet, këtë mrekulli që me mbrojt Asim ibn Thabit për shkak të duas që kishte bërë.
Dhe ata thanë, mirë, qëtash janë këtu, po e lojmë, se këtu natën ikin, dhe më thënë insektet nuk rinë edhe natën, dhe afrohemi atyre dhe ja marrim trupin. Kështu që pritën deri në perëndim të diellit, po pastaj, subhanallahu, nga askund doli një lum, as kishte rënë shi, as kishte lum në atë vend, por doli një lum dhe trupi i Asimit ishte në majt një kodre, megjithatë lumi doli me vrull dhe shkoi drejt te trupi i tij, e mori trupin e tij dhe e çoi në distancë, nuk mundën ta zënin trupin e tij. Dhe subhanallah, Allahu u kujdes për trupin e vdekur të Asimit, ashtu siç ja laj veten amanet. Allahu pra vdiq si shahid. Këta paganët i vron sahabët, pra që ishin 10 deri sa mbetën 3 të fundit. Dhe ju thanë, dorëzoni tani, pse donin që të 3 të dorëzoheshin, dhe më thënë për shkak të shpërblimit për para. Sepse e dinin që ishin këtu disa njerëz me të cilët mund të fitonin para të mëdha nëse ja u dorëzonin disa familjeve. Dhe këta ishin Abdullah ibn Tarik, ishin Hubejb ibn Adi dhe ishte Zeid ibn Dathina. Abdullah ibn Tarik tasi i zuni thanë, dorëzoni se po ju japim siguri, kur gjës ju bojmë, domethënë veç kena me kërku për juve pasuri, mirë po sa po ju afruan, këta ju vërsulën, fillon t'i rahin, edhe Abdullah ibn Tarik tha, këta janë shenjat e para të tradhtisë, po shihen kështu. Kështu që filloi prej fillimit, mi mushty me ta, mi refuzu me ta, domethënë mezi nuk refuzonte me ecë me ta, refuzonte çdo urdhër të tyre, deri sa ata nuk duruan dhe e vranë. Domethënë e bëri këtë me qëllim që domethënë mos t'ju dorëzohet aty. Ndërsa Zeidi, ata e morën Zeidin dhe e shitën në Mekë, si dhe Hubejbin. Të dytë, sepse e dinin që domethënë do të merrnin para prej familjeve të cilat ishin në Mekë, sepse ata i kërkonin ata domethënë që ti dorëzonin edhe ti domethënë t'i jepnin para për këtë gjë. Pse Hubejbi u ble nga fisi Benu el Harith, pasi që domethënë e kishte vrarë dikë për këtij fisi, ndërsa Zeidi e kishte sulmu Umej ibn Halef, atë pronarin e Bilalit në luftën e Bedrit, prandaj e kërkonin domethënë familja Umej ibn Halef, pra kryesisht djali i tij Safwan ibn Umeje. Sepse dëshironin këtë mënyrë, domethënë ishte kjo ndjenja e paganëve, i dhujtarëve, që me marrë dhe tash me marrë hak për ata, dhe pse ajo ishte betejë dhe mbetejë vriten njëri me tjetrin, por kështu e kishin punën e tyre. Sa i përket Zeidit, Zeidi domethënë kur e morën fillun me bë festë madhe për vrasjen e tij. I gjithë populli i Mekës mori një ditë, si me thënë, e ndau këtë ditë, mori një ditë pushim, për me torturu edhe me vrarë. Dhe Ebu Sufjani tregon se kur Zeidi ishte i lidhur dhe po bëhej gati që domethënë të ekzekutohej, Ebu Sufjani i afrohet dhe i thot, për Allahun, pash Allahun, tregom diçka. Vërtet, thot, me sinqeritet tregom. A nuk do të dëshiroje ti që tani Muhamedi t'ishte në vendin tënd e ti t'ishe rahat e komod me familjen dhe fëmijët e tu. Dhe Zeidi dha atë përgjigjen që ka hyrë tani në historinë e muslimanëve, domethënë përgjigje legjend, përgjigjen plotësisht sinqert me atë imanin që vetëm një musliman mund ta ketë. Ai thot, vallahi, s'kisha dash të vdesja
thot vallajn, unë më përpara kisha dashur të vdesja këtu, se sa Muhamedi a.s. i futej vetëm një gjemb në trupin e tij, domethënë një therr. Pra, ma shumë e preferoj unë që tash me vdek se sa, jo kështu që shpëthuni, aj më kon tash më denu me vdekje, unë me najt rahat. Po dhe vdekjen time me një gjemë, me një therr në trupin e tij, nuk e kisha preferu, po kisha preferu më përpara me vdekun. E subhanallah, për shkak të kësaj përgjigje më vonë Ebu Sufjani ka thënë, nuk kam pa kur ndonjë udhëheqës më të dashur për popullin e tij se sa Muhamedi për shokët e tij. Domethënë, dhe nuk është i vetmi Ebu Sufjani që e ka thënë këtë gjë. Pak domethënë çdo jo musliman që është dëshmitar që e ka pa pejgamberin alayhis salam me shokët e tij, e thoshte këtë gjë. Domethënë mahnitej me këtë dashuri të madhe që e kishin sahabët për pejgamberin alayhis salam. Ndërsa sa i përket Hubejbit, ai mbeti i burgosur te fisi Benu El Harith dhe ata e njoftuan domethënë që tani kena me të vra, edhe ai kërkoi mundësi që mu pastru dhe kërkoi domethënë një mundësi që të pastrohet dhe të heqë edhe qimet prej trupit. Pra ja dha një lloj brisku, domethënë që të pastrohet. Dhe treguohet se ai ishte i burgosur në si kishin shtëpijat pa kulme ata, në pjesën e sipërme të një shtëpie, dhe aty afrohet një fëmijë, domethënë disi largohet prej nënës vet dhe ju afrohet dhe fillon me bërtite nana e tij, sepse ky kishte briskun në dorë. Dhe i kthehet Hubejbi, thot subhanallah, a ke frikë se unë e vras këtë fëmijë? Wallahi kur nuk e kisha bën një gjë të tillë. Domethënë shikoni imanin e besimtarit që edhe arsyetohet bile që si po friksohesh ti për mua se kjo nëna friksuese zakonisht njerëzit kur kanë me vdek se kanë me vdek, bile thonë ta bëjmë edhe ndonjë sherr, ta vrojmë edhe dikën e tjerë etj. Prandaj edhe kjo nën më vonë ka thënë kur nuk kam pa ndonjë të burgosur më fisnik se ai në moralin e tij dhe në sjelljet e tij. Dhe shihja të lidhur, thoshte e kam pa të lidhur, e thot hante rush dhe vallahi nuk kishte rush në Mekë në atë. Më thënë e po e tregon edhe një mrekulli tjetër, domethënë që Allahu e ka ushqy. Pra ishte një ushqim prej Allahut subhanahu wa taala. Kështu që domethënë nga kjo ngjarje kemi po dalim me disa mësime. Një është që në situata të tilla, kur armiku të rrethon, pra nuk është e lejueshme ti vetes me ia marrë shpirtin, mirë po a duhet të dorëzosh apo të vazhdosh të luftosh edhe pse e din që mu shty me ta gjithçysh kanë me të myt. A lejohet kjo gjë? Se dikush mund ta konsideroj si kjo si vetvrasje, se ti si ti thu diçka ata të vrojnë, Mirë po prej këtij rasti kuptohet se lejohen. Lejohen të dyja, lejohet edhe mu dorëzu, por lejohet edhe nëse, domethënë ti bën diçka që e din që kimi ngacmu ata dhe kanë me të myt, sepse nuk dëshiron me mbet në dorë të tyre. Pra si ishte rasti i Abdullah ibn Tarik. Tjetër mësim është për kerametet. Domethënë kerametet janë mrekullitë që faktikisht janë për njerëz të rëndomt. Mugjizet janë mrekullitë që i kanë vetëm pejgamberët, ndërsa keramete i thohin mrekullive që i bëjnë që i kanë ndodhur domethënë njerëzve që nuk kanë qenë pejgamber, por të dashur të Allahut. Pra është një domethënë mini mrekulli, si me thënë, që i jepet atyre që nuk janë profet. Pra këto janë disa dhurata që Allahu i bekon besimtarët dhe mos besimtarët që janë pasues të një profeti. Dhe domethënë gjatë sirës, gjatë jetëpërfshimit të Muhamedit alayhis salam, shohim shumë gjëra të tilla, po në këtë ngjarje i shohim dy. Një te rasti i Asimit,
që prej kërkahit dalin ato grerzat dhe pastaj del lumi edhe e mbron trupin e tij. Dhe e shohim kerametin te Hubejbi që han rosh, domethënë edhe pse askush nuk i ka dhënë rosh edhe nuk ishte që kishte në Mekë rosh, domethënë nuk është qytet ku është rritur rushi. Tjetër mësim, dashuria e sahabëve për profetin dhe dashuria e tyre me zbatu synetin. Domethënë po shohim se Hubejbi ishte gati të vdeste, por megjithatë donte mu pastru. Domethënë e kishte shumë të rëndësishme që të zbatonte këtë synet që të vdeste i pastër, sepse e dinte që idhujtarët nuk do ta pastrojnë. Pastaj thënë e kuptojmë prej këtij rasti që nuk është në traditën e muslimanëve të sulmohen fëmijët dhe gratë. Sepse Hubejbi nuk e bëri këtë gjë. Dhe bile u çudit, nuk mund besonte qysh nëna domethënë nëna vet mendonte që ai është në gjendje mi bë diçka fëmijët, prandaj edhe bën këtë pyetje si pyetje retorike apo mendon që unë, domethënë po mund ta bëj një gjë të tillë, pra është diçka që nuk ka ndodhur zakonisht. Dhe është edhe domethënë një gjë tjetër që është te rasti i zbatimit të synetit, se Hubejbi para se të vdeste kërkoi dhe është i pari që e bëri këtë sunet, domethënë këtë traditë, kërkoi që ata të lejonin që t'i falte 2 rekat namaz. Dhe ata e lejuan, ai u quaj fali edhe tha sikur të mos mendonin se po e zgjati prej frikës nga vdekja i kisha zgjat shumë këto sejdë e këto 2 rekat. Domethënë e bëri këtë gjë dhe subhanallahu është i pari e pastaj kjo është bërë shumë herë gjatë historisë së muslimanëve. Shumë dietar e njerëz të ngritur, domethënë të kësaj feje që janë ekzekutuar padrejtisht, e kanë zbatu këtë sunet, kanë kërku mi fal. Kur i kanë thënë çfarë dëshire, cila është dëshira e fundit, kanë kërku mi fal 2 rekat namaz. Pra ky ka qenë zbatimi i parë i Hubejbit. Dhe gjithashtu dashuria u pa edhe te Zejdi, se si kur i thana kishe pas qef që ti tash me qenë rahat me familjen tënde e këtu vend te me qenë Muhamedi që ju shtinin këtë rrugë, ai e krahasoj domethënë edhe me një therr me hy në trupin e Muhamedit alayhis salam, nuk kam domethënë dëshirë krahasim me vdekjen time. Pas kësaj, faktikisht në të njëjtën kohë, kur ka ndodhur kjo incidenti i El Rajja, ka ndodhur edhe incidenti Birmaun. Domethënë, çka ka bë traumatike këtë situatë dhe këtë kohë, ishte se domethënë 2 incidente ndodhen pikërisht në të njëjtën kohë. Pra, sipas një transmetimi, pejgamberi alayhis salam e ka marrë lajmin për të 2 incidente në të njëjtën natë. Dhe ishte një tragjedi për sa i përket vdekjes së njerëzve shumë të dashur të pejgamberit alayhis salam dhe numrit të madh që do të vdesin në këto 2 masakra. Në fakt, Birmaun është masakër më e keqe dhe faktikisht më e keqja në sira, në jetën e Muhamedit alayhis salam që ka ndodhur është kjo. Një masakër e ekzekutuar me gjakftësi ndaj muslimanëve. Dhe historia domethënë e kësaj ngjarje është kështu. Rreth kësaj kohe, një prej prisave të famshëm të Nejdit, pra Nejdi është krahinë shumë e madhe e Arabisë,
me emrin Ebu Berra, Amr ibn Malik, vjen në Medinë. Edhe ky, domethënë duke qëndruar në Medinë, shumë impresionohet për Islamit. Pejgamberi alayhis salam i bën davet atij, domethënë ja tregon pastërtinë e Islamit. Mirë po, ky nguron me pranu, se është prisi i atij, po i thot, domethënë, o Muhammed, nëse do ta dërgoje ti një grup prej shokëve tu, të banorët e Nejdit, edhe mi thirr ata në këtë çështje, unë jam i sigurt se shumë prej tyre do të përgjigjen thirrjes tënde. Prandaj thot na dërgo disa njerëz edhe ta përhapim mesazhin tënd. Pra ky nuk e ka guximin, si me thënë, me pranu vetë se është pris, po i pëlqen aq shumë, domethënë Islami, pra këtu nuk ishte si rasti i kaluar që edhe ata kishin ardhur në mision, gjëja se ju pëlqen edhe e bën këtë gjë. Mirë po, këtu ishte rast domethënë ndryshe sepse këtij me të vërtetë i kishte pëlqyer dhe i thot ti e ke fjalën time si pres që jam dhe si njeri i ndershëm që këta kanë me qenë të mbrojtur prej neve. Dhe në atë kohë funksionante ashtu që nëse njeri prej prisëve e merrte dikën në mbrojtje, të gjithë prisit tjerë, asaj krahine duhet ta respekton. Sepse për shembull ky Ebu Berra kishte aleancë me gjithë njerëzit e Nejdit, domethënë dhe mbrojtja e tij duhet të jetë e mjaftueshme si një kryetar i lartë, domethënë që ishte në atë kohë. Megjithatë, kjo mbrojtje nga Ebu Berra ishte një lajm shumë i madh për muslimanët. Pse? Se kjo provinca e Nejdit, siç mund ta shihni në ekran, domethënë Hijazi është kjo, Medina dhe Meka është domethënë më e ngushtë, pjesë më e vogël, ndërsa Nejd është krejt kjo pjesa e madhe këtu, domethënë që është shumë diçka e mirë pritur për muslimanëve, para mendoni krejt Nejdi me pranu Islamin. Çfarë do të thotë kjo gjë? Prandaj edhe që ishin domethënë prej që e lakmonin të mirën edhe e dëshironin që me përhap Islamin, me përhap mirësinë, krejt domethënë e mirëpritën këtë gjë. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i zgjedh 70 sahab nga më të mirët, domethënë që ishin recitues të Kuranit dhe që kishin dije shumë të mëdha. Kush ishin këta? Këta ishin banorët e Sufës. E kemi shpjeguar më herët se domethënë në pjesën e prapme të xhamisë së pejgamberit alayhis salam, domethënë ishte një pjesë ku pejgamberi alayhis salam kishte si me thënë rezervuar që të flenin disa prej sahabëve të cilët nuk kishin ku mu strehu, sepse ishin mbushur shtëpitë e ensarëve që i kishin prit muhaxhirët, kështu që një pjesë nuk kishin pas ku të shkonin. Mirë po, në ndërkohë edhe sahabët më të mëdhej vinin dhe rrinin këtu në Sufa, pse? Sepse aty ishte mundësia më e mirë për të mësuar shumë, sepse këta rrinin shumë afër me pejgamberin alayhis salam. Domethënë ishin vazhdimisht edhe në ibadet me pejgamberin alayhis salam, edhe në bamirësi me pejgamberin alayhis salam, edhe në dituritë parët e merrnin vesh kur zbriste ndonjë ajet kuranor, prandaj domethënë ishin prej më të zgjedhur. Enes ibn Malik në një transmetim thot njerëzit që shkuan atje ishin të njohur për Kuranin e tyre, të njohur për tehexhudin, domethënë për namazin e natës së tyre, të njohur për domethënë bamirësitë e tyre. Ata ishin më të mirët e të mirëve, të përfshirë në bamirësi ditën dhe ibadet natën. Dhe paramendoni për qytetin e vogël të Medinës, 70 vet janë shumë, është një numër i madh. Si me thënë 10% për shembull e luftarëve të Uhudit, në Uhud ishin 700,
Dërsa këtu 70 prej tyre domethënë nisën për këtë mision. Mirë po kur arritën te Pusi Maun, ata i dërgojnë një letër nëpërmjet domethënë një prej sahabiut që kishin pra një prej pjesëtarëve të tyre, Haram ibn Milham, e dërgojnë te Amr ibn Tufel që ishte një prejes tjetër nga fisi Nejd. Pra i çojnë letër mi tregu që Ebu Berra na ka marrë domethënë në mbrojtje dhe ne po hym tani në këtë territorin tënd dhe të qëndrojmë një kohë aty. Dhe ky Amr ibn Tufel ishte një pris që kishte kërku një herë me negociu me pejgamberin alayhis salam me një farë arrogancë të madhe dhe kishte thënë unë isha bashku me ty nëse ti mu m'len prijes gjithmonë të krejt Nejdit dhe nëse pas vdekjes tënde m'lejon që unë mu bë prisi i Arabisë. Do thënë normal që pejgamberi alayhis salam këtë gjë nuk e pranoi se së pari nuk ishte që ishte tërë Arabia në domethënë në sundimin e tij, po edhe nuk kishte një gjë e drejtë edhe e mirë për të pranuar ky kusht. I ky ishte një njeri shumë shumë arrogant. Gjithë e dinin që ky ishte njoftu më herët që muslimanëve ju ka dhënë mbrojtje. Mirë po subhanallah kur domethënë shkon Haram ibn Milham dhe vjen me një letër me informu që muslimanët do të qëndrojnë këtu, ky e bën një gjë domethënë që është edhe për atë kohë, edhe për atë mentalitet dhe për rregullat e asaj kohe, është një gjë shumë shumë e keqe. Lajmëtari ka qenë gjithmonë i mbrojtur. Sa i veç postier, e sjell një informat. Por ai ja bën me sy njëri prej ndihmësve të tij që ta vret prej shpinës dhe ai e vret domethënë Haram ibn Milham. Subhanallah, pse është ky mëkat shumë më i madh se sa veç vrasja për shembull apo vrasja në betejë. E para se është i dërguar edhe sipas konventave ndërkombëtare dhe sot e kësaj dite është një gjë e ditur, por gjithmonë gjatë historisë është ditur që nuk duhet të dërguarit postierët mu dëmtu. Pastaj edhe sikur mos ishte ai i dërguar, ai kishte mbrojtje prej një prisi që ishte më i lartë se Amri, Ebu Berra. Pra ishte në mbrojtjen e tyre dhe në traditën e arabëve ishte që domethënë nuk lejohej kur është dikush në mbrojtjen e dikujt me vrap. Pra ishte shkelje e dy fesht këtu dhe e treta se e vron fshehur azi. Më thënë ai nuk e kishte asnjë ide pra që ka me sulmu, po i dha urdhër që sulmoni nga shpina. Dhe në këtë rast, ky Haram ibn Milham sahabiu, kur e sheh se çfarë po ndodh, kur e sheh shtizën që i ka dalë domethënë nga ana e përparme e trupit, e thot një fjali shumë interesante, thot fitova pasha Zotin e Qafës. Subhanallah. Dhe kjo gjë ju duk interesant edhe atyre cilët e dëgjojnë. Domethënë sepse si ka mundësi njeri duke vdekur, fjalët e fundit më i thënë kështu. Dhe thuhet se domethënë disa nga njerëzit që ishin aty, i ka bë që me shku dhe me pyet muslimanët pse tha ai kështu dhe përfundimisht me pranu Islam. Domethënë kjo po shihet se ai e ka pasur synim vdekjen si shahid, prandaj kur e ka pasur në shërbim të fesë, padrejtisht po vritet, ka thënë fitova. Ndoshta edhe Allahu në atë moment domethënë ja ka mundsu me pa shpërblimin e vet. Çka bën tjetër Amr ibn Tufel, e din tani se ka bën një gjë shumë të keqe, dikë që ka qenë në mbrojtje dhe s'ka me pas mirë punën, tani i thret edhe të tjerët, fiset e tjera, thot e janë të i vrasim se kanë ardhur me qëllim të keq, të gjithta 70-tët,
Domethënë që me mshif këtë keqen e vete me një të keqe më të madhe. Dhe subhanallah i rrethojnë të gjithë këta 70 vjet që ishin, i rrethojnë dhe fillojnë t'i luftojnë. Dhe mundi me paramendu domethënë me 400, sipas disa transmetime deri 500 kanë qenë ata që kanë marshu drejt Bir Maune, ky pusi i Bir Maune, i kanë rrethu 70 sahabët dhe të cilët nuk kishin ardhur me armë të armatosur, domethënë shumë, dhe i vranë të gjithë përveç 3 persona. Këta 3 persona ishin Ka'b ibn Zeid, të cilën e plagosën rrapa ndjenja e mandej trupat e shehidëve tjerë u rrëzun mbi të, kështu që armiku nuk e dinte domethënë që ai ishte në këto grumbull e trupave. Dhe Amr ibn Umeje, që ishte një muhaxhir, dhe El Mundhir ibn Muhamed, një ensar, edhe këta shpëtuan sepse këta dytë ishin larguar për momenti prej aty, domethënë për të marrur diçka për ushtrin, dhe kur kthehen edhe shohin se janë disa shqiponja që po vinë rreth vendit ku i kanë lënë, e ditën me njëherë domethënë çfarë është bë. Dhe filluan me bisedu. Amr ibn Umeje i thot çka mendon me bë? A me shku me pa çka ka ndodh me vëllezërit ton, a me shku shpejt me njoftu Muhamedit alayhis salam, u kthy dhe me njoftu Muhamedit alayhis salam. Dhe domethënë ky ensari i thot më mirë po shkojmë edhe ne te vëllezërit ton aty ku janë. Ndërsa Amri thot më mirë më shku dhe me njoftu pejgamberin alayhis salam çfarë ka ndodh. Por ky Mundhiri thot sa për mu, unë s'po heku dorë nga të qenit në vendin ku shokët e mi janë vrarë. Edhe thot, më mirë me qenë unë në mesin atyre që janë vrarë për hir të Allahut, se sa njerëzit me më përmend, domethënë, e njerëz me më përmend për këtë gjë, se sa unë me përmend historinë e tyre. Kështu që këta duke bisedu kështu kapën prej armikut. Dhe përfundimisht Mundhirin e vrojnë armiku, ndërsa Amrin vendosin me liru. Pra vendosin me liru, vetë ata mendimin tyre le të shkon, le t'i kallzon qa ju kemi bë. Subhanallah, është shumë interesant domethënë se Allahu e lejoj që t'ju bëhet ashtu qysh e patën jetin. Amri tha ndoshta duhet kthehemi, Allah ja mundsoi mu kthy te pejgamberi alayhis salam. Mundhiri tha dua të bëhem shahid, Allahu xhaleshanu e bëri shahid. Subhanallah. Ndërsa gjatë rrugës, ky Amri i takon 2 njerëz nga fisi i Amr ibn El Tufailit, këtij që e organizoi këtë masakër. Dhe duke folur me ta, domethënë priti flajtën domethënë të njëjtën vend në daljet e Medinës, dhe ky duke i konsideruar se janë armiq që ja kanë vrarë fisi i tij 70 shokët e vet, ngritet natën dhe i vret këta, mirë po e sheh se ata e kishin nga një garancë, domethënë rrobat e tyre nga një fletë garancë që pejgamberi alayhis salam i kishte dhënë mbrojtje të dyve. Fakta ishin shku, e kishin pranuar Islamin te pejgamberi alayhis salam dhe ishin nisë të kthehen në vendin e vet, pra pa ditur se çfarë po ndodh atje. Dhe Amr, domethënë mërzitet për këtë gjë çfarë ka ndodhur, por ky ka bërë nga padia. Dhe shkon edhe i tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pra qysh than pejgamberi alayhis salam e merr lajmin për 2 ngjarjet në të njëjtën natë. Domethënë është prej për këto 2 incidente janë shpall disa vargje në Kur'an të cilat janë aprovuar më vonë. Domethënë te Ebu Davudi për shembull është se një varg ka qenë kush do të shkoj të tregoj vëllezërve tanë se ne jemi të sigurt të gjallë në xhenet. Pra domethënë Allahu xhaleshanu i tregoi pejgamberit alayhis salam rreth dëshmorëve
që ata do ta kenë atje mirë, sepse pejgamberi alayhis salam është mërzitur shumë nga kjo çfarë ka ndodhur. Thuhet se pejgamberi alayhis salam tër kohën ka fal, domethënë një muaj rresht, në 5 kohët e namazit, e ka fal namazin e kunutit, domethënë e ka bërë duan e kunutit, duke e lutur Allahun subhanahu wa taala për shokët e tij, për shahidët, sepse ka qenë një gjë shumë e vështirë ti humb gjithata njohës të Kuranit, gjithata besimtarë, domethënë për të njëjtën ditë. Megjithatë, domethënë nga krejt këto ngjarje mirën shumë mësime që duhet me të vërtet duhet të mendojmë edhe t'i kuptojmë. Një prej mësimeve të mëdha është se nuk shpërndahet Islami pa sakrificë, pa humbje. Dhe edhe pse kjo humbje është e hidhur edhe e vështirë, domethënë për të përballuar, mirë po kjo është domethënë një mësim që kjo fe don sakrificë dhe nëse ne sot humbim diçka apo mërzitemi për diçka, le ta dimë se edhe pejgamberi alayhis salam dhe sahabët kanë sakrifikuar për këtë dinë edhe kanë pas vështirësi dhe kanë pas dhimbje. Gjithashtu për rastin e kunutit e kuptojmë se duhet të falet kur ummeti ka nevojë. Domethënë se ne zakonisht për shembull në Ramazan bëhet më shumë, apo domethënë pas vetëm në namazin e yatsis, mirë po e shohim këtë traditë të pejgamberit alayhis salam, kur ummeti është diçka që domethënë duhet më shumë i bë dua Allahu subhanahu wa taala, është e lejueshme domethënë të bëhet për një periudhë kështu me xhamat. Dhe sipas transmetimeve pejgamberi alayhis salam pra e ka bën në çdo namaz, si e ka bë? Në rekatin e fundit të atij namazi, për shembull te namazi i sabat, domethënë që ka 2 rekate në rekatin e dytë, te i drekës në të katërtin, te i akşamit në të tretin. Pra në rekatin e fundit, pasi që e ka bërë rukun, kur është ngrit prej rukus, i ka ngrit durt dhe ka bërë duan e kunutit. Pra, po shohim se është një sunet që duhet të veprohet këtë mënyrë. Tjetër mësim është se pejgamberi alayhis salam po shohim që nuk e din gajbin. Thënë, ne duhet ta kuptojmë një gjë që pejgamberi alayhis salam Allah ja ka mundsu shumë gjëra që njerëzit e tjerë nuk i dinë që ai t'i sheh. Për shembull në natën e Mirajit, domethënë pra në atë udhtim që i ka mundsu Allahu ta sheh pemën si Sidratul Muntaha, e ka mundsu ta sheh xhenetin, xhehenemin, gjitha këto, mirë po nuk është kjo gajb, domethënë shikimi i gajbit ose njohja e gajbit në mënyrë të pakurrëzuar, se kurdo na i mundet me pa gajbin. Subhanallah, këto vetia japin disa prizë fetar, disa grupe të devijuara për muslimanin, se shehjat e tyre mund të dinë çdo gjë nga gajbi. Është mësimi ashtu që është pejgamberi i Zotit dhe ka ditë prej gajbit, prej të fshehtës, prej botës së fshehtë, vetëm atëherë kur e ka lejuar Allahu. Siç thot Allahu në Kur'an, domethënë askush nuk mund të kuptojë asgjë nga dija e tij përveç asaj që ai dëshiron. Pra në Ajetul Kursin Allahu kështu na tregon, domethënë nëse Allahu dëshiron qaq ja lejon, jo të domethënë kështu pa kushte kur don me ditë krejt gajbin. Pra shohim që është njeri, nuk është domethënë me ato cilësitë që i ka vetëm Allahu subhanahu wa taala, se çdo minutë e din të fshehtë. Pra pejgamberi alayhis salam i dërgon 70 sahabë
i dërgon 10 sahab në vendin tjetër dhe nuk e dim për tradhtin që do t'ja bëj. Pra, i dërgon për mirë dhe çfarë i ndodh. Tjetër, kuptojmë karakteret e njerëzve se si janë, domethënë, të ndryshme, se si është i keqe dhe si është i miri. Shikoni dallimin mes Ubejbit dhe Amr ibn Tufailit. Domethënë, Ubejbi e kishte në dur të vete foshnjën e armikut dhe mund të merrte hak nëse donte, por nuk e bëri. Ndërsa Amir ibn Tufaili ishte aq i ndyrë, me mendje aq të keqe, sa që një lajmtar që domethënë që e kishte mbrojtjen kryeprisit të tij, ai e vret. Dhe pastaj masakron edhe 70 e tjerë. Domethënë e tillë është pra dallimi mes zemrës së imanit me zemrën e kufrit. Zemra e imanit është një zemër që ka ahlak, që ka moral, ndërsa zemra e kufrit nuk ka asnjë normë të moralit. S'ka moral fare. Tjetër, një mësim tjetër. Tham se Amri gjatë rrugës i kishte vrarë dy persona që ishin të fisit të këtij personit shumë të urryer, domethënë Amr ibn Tufailit, ishin të fisit të tij, por që nuk e dinte se ata e kishin pranuar, domethënë Islamin. Dhe mësimi këtu është drejtësia që duhet me pas njeriu me armiku. Domethënë kjo na tregon një mësim shumë të thellë. Para është që mos me fajsu një person për krimet dhe mëkatet e fisit apo popullit të vet. Se ne e kemi kështu, a është i atij populli, krejtën këqij ata. Domethënë çështja e fajit kolektiv është diçka shumë e rëndësishme për situatën tonë. Në përgjithësi, globalisht, duhet me kuptu që njerëzit nuk duhet për shkak të mëkatit të popullit vet edhe çdo individ me fajsu. Këta burra ishin të fisit të Amr ibn Tufailit, por ishin plotësisht pafajshëm. Dhe shikoni tani mësimi tjetër, drejtësia me armikun. Pejgamberi alayhis salam tash mban përgjegjësi edhe ju paguan paratë e gjakut familjarëve të këtyre dy personave. Tash paramendo që ky fis i këtyre dyve ja ka vrarë 70 sahab pejgamberi. Sa pejgamberi alayhis salam dy personave të këtij fisit pse janë vrarë pa drejtësisht, domethënë Amr nuk e ka ditë, ja u pagun, ja bën shpagesën e gjakut. Pra, është një gjë që duhet të marrim shumë mësim. Në rastin tonë kishim thonë, ata na vran këta, po në madhe që i vram na gabimisht e tjera. Mirë po, çdo gjë domethënë është duhet të shikohet me drejtësi dhe nuk duhet të ndikohemi nga atë çfarë bëjnë të tjerë, po duhet të shikojmë ne si jemi, ne a jemi të drejtë sa duhet. Dhe mësimi i fundit që ta përmendim sot nga kjo ngjarje është drejtësia absolute e Allahut subhanahu wa taala që shihet edhe në këtë botë para se të vijë dënimi në botën tjetër. Amr ibn Tufaili që e bëri këtë masakër, që i bëri gjitha këto gjëra që i shkeli krejt të rregulla që i masakroi sahabët, Allahu ja dërgon një smundje të leprozës, pra një smundje shumë të keqe të lëkurës, dhe vdes me një vdekje shumë të mjerueshme, domethënë për shkak të përhapjes në gjithë lëkurën që ja ka ploj kjo smundje, ai u përjashtu prej popullit të vet. E përzën populli vet, prisin e vet, e përzën dhe ai filloi me domethënë qëndru i vetëm në përshëtir, derisa domethënë u çmend, filloi të kishte halucinacione dhe domethënë vdes i vetëm në shkëtir. Pra si i çmendur dhe i smur nga kjo smundje shumë e bezdisshme. Dhe ky është me të vërtetë ndëshkimi
vi bashkimi në botën tjetër. Kjo ishte e tëra motra me një dy ngjarje të ngjajshme, të cilat na japin pra shumë mësime dhe e kuptojmë se çfarë është bërë dhe çfarë është sakrifikuar që të vijmë deri këtu, domethënë që të përhapet Islami deri tek ne. Pra, vështirësitë kanë fillu me jetën e pejgamberit alayhis salam dhe kanë vazhduar dhe do të vazhdojnë deri në ditën e gjykimit. Allahu ju shpërbleft për vëmendjen, lutë Allahun që ta bekoj çdo minutë që keni qëndruar këtu dhe t'jetë dituri e dobishme në shpërblimin e Allahut për juve dhe atëherë, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allah ju shpërblet. Masha Allah, shumë të mi përfitu, Allah ju ndëro.